është kapituar mbështetja për banorët, çfarë po ofrohet dhe si po bëhet shpërndarja e këtyre ndihmave? Atë përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që ndodhe dhe ju së bashku me ekipet e Bashkisë Lezhë sot në terren për të parë nga afër të gjitha familjet që janë të prekura nga moti i keq, që në momentin që situata e rreshjeve të dendura ka përkisuar situatën në njësitë Shënkoll, Zejmen, Kolsh dhe në të gjithë bashkinë e Lezhës, të gjitha ekipet e Bashkisë Lezhës 24 orë në 24 orë kanë qenë në mbështetje të familjeve në nevojë dhe siç jeni përgjigjësuar gjatë gjithë kohës edhe ju. Momentalisht ne jemi në njësinë e Kolshit në fshatin Barbulloj ku mbështesim familje. Deri tani janë mbështetur 150 familje në njësinë e Shënkollit, 100 familje në njësinë e Kolshit, 60 familje në njësinë e Zejmenit. Përveç të tjerave janë mbështetur me dengje bari dhe me ushqime për kafshët, afërsisht deri tani 100 dengje bari dhe 2 ton ushqime për kafshët. Bashkia Lezhës me të gjitha ekipet e veta është në çdo moment në territor. Në momentin që situata u përkeqësua, pasi ju e dini që Bashkia Lezhës ka pakë ushqimore për familjet në nevojë, direkt janë bler pakut e para se të na vinin pakut të mbështetjes nga rezervat e shtetit dhe janë shpërndar me ushqime siç i kanë dashur familjarët në ato momente, familjet e para që ishin me ujë. Aktualisht sapo na kanë ardhur pakut të tjera të blera nga Bashkia Lezhës dhe janë magazinuar, pra çdo familje që do ketë nevojë për mbështetje, Bashkia Lezhës do të jetë pranë dhe të gjithë ekipet tona do të jenë aty për ata për të mbështetur për çfarëdo lloj nevoje që të kenë. Shpresojmë që sa më shpejt të ndalet koha dhe të kemi përmirësim të situatës dhe të largohet ky ujë pasi ju situatet e pat vetë aktualisht. Hajde, zotit. Zotit mirë. Inshallah. Jo, mira. Okej, det blir så här. Not going.